Rajkut. Mund ta shpjegoni pak a shumë çfarë ditë për këtë ngjarje ndoshta? Unë s'dia si gjë për këtë ngjarje, po thjesht po përgatitem për datë 6. Kam një koncert këtu në Tiranë, ku do zhvillohen Miss Universi. Edhe kjo seancë u shtyt, sepse pala e dëshmitarëve tjetër janë shumë të zënë me punë. E nuk e di. Kështu që do t'i shty dhe unë tani, sa herë të ke mundësi që t'jeni zënë me punë. Edhe thjesht po mbin këtu, unë s'dia si gjë çka ka ndodhur. Çfarë marrëdhëniesh keni me Larta Xhion? Kam shok ngushtë. Shok në ç'kuptim? Siç ke ti një shoqe, ky është kuptimi. Ke shoqe ti teta? O, kur jeni zënë me... ke pas konflikte me Noizin, ai ke thënë Larta Xhion, ke kërkuar ndihmë? Qa të ka thënë ai djali ty? Ku e di unë, kush të ka thënë ty? A ke pasur konflikte me Noizin? Pa, A ke kërkuar ndihmën e Larta Xhion? ja. Ka qenë në fakt keni qenë shoqëruar në atë kohë pas sherrit të Volga. Pra, Ti s'digja teta apo bëni e keni kështu ju ironi sokratike, bëni sikur s'dini asnjëherë gjë. Ne dim çfarë Kemi është. dini gjitha kronikën e zez, kupta? Edhe ky personi, unë jam palë dëmtuese këtu, siç është ai me tritol, unë jam me grushta. Në rregull. Po jo, këtë e diti, po s'doni ju ti përmendi. Kurse babaja ti të vje këtu dhe thot nuk e njoh. Kës njeh ai mu? Mos mjef. e një herë keni takuar me? Po mjef shumë mirë. Edhe pse ka qenë konflikt, nuk kemi pas konflikt, ne kemi pas prekje fizike. Kupton? Ai kishte relata të mira për ty, Kleviol. Po dhe unë shumë relata të mira dhe ai është baba shembullor. Ka qenë për muzikë. Po problemi është që duhet marrim përgjegjësi këtu. Çka ka ndodh, ka ndodh. Po, më ka gjujt. Më çunte burgu, e kanë gjyt këta me tritol digjan, ç'a probleme shka ky me kë i ka ky. Po tani si keni marrëdhënie? Tani marrëdhëniet nuk e di fare si i kam. Unë heci me blinda në Afrika Noizit. Në rregull. Po se pagun leka i me mvra. Apo si dias këto ti? I keni raportuar këto në prokurim? Po i kam raportu, i di dhe stresi. E njihni stresin. Në për kallëzime për këtë? Jo, se s'mi merr njëri parasysh mu. Ku jeni drejtuar dhe në Se kam frikë të shkoj, se s'mi marrin parasysh kurse këtyre ja marrin. Qofse ka një prokurori që mi merr parasysh, hajde ti firmos. Mos më thret njëri. Çfarë konflikti keni patur ju me Noizin? Kam pasi konflikt që kam pas sha në mënyrë artistike, siç na shante ai ne. Dhe një ditë bukur më mbush mendja, jo dis, përveç disit dhe kshu nëpërmjet rrjeteve sociale. E njihni Noizin ju zonj? Rigel Rajku. Po Rigel A mund ta Rajku. shpjegoni kuptimin e fjalës sharje në mënyrë artistike? Sharje nga rob të vëlla. Çfarë s'po kupton ti? Shahesh nga rob, siç shahen parlament, ke dëgjuar?